Një grup i strukturuar kriminal me origjinë shqiptare është dënuar në Mbretërinë e Bashkuar, pasi realizoi një seri të gjerë vjedhjesh në banesa luksoze, duke përdorur mjete online për përzgjedhjen e objektivave. Autoritetet britanike bëjnë me dije se banda ka kryer rreth 60 grabitje në zona të ndryshme, duke përfituar afërsisht 1 milion pound në sende me vlerë, si ora të shtrenjta, çanta dizajni dhe para në kesh. Nga hetimet rezultoi se antarët e grupit përdornin platformën Rightmove për të studiuar planimetrinë e shtëpive, pasi më parë identifikonin lagjet e pasura përmes kërkimeve në Google. Ata depërtonin kryesisht nga dritaret ose balkonet e kateve të para, për të shmangur sistemet e alarmit. 4 prej tyre, Christian Gropçaj, George Pepa, Christian Dendreaj dhe Sidorian Gjeshi, u shpallën fajtor nga gjykata Chester Crown Court, duke marrë dënime që variojnë nga 9 vite deri në 10 vite e 9 muaj burg. Ndërkohë, Endrit Nikolli pritet të përballet me drejtësinë në një fazë të mëvonshme, ndërsa partnerja e tij, shtetase britanike, është dënuar me kusht për përfshirje në posedim pasurie me origjinë kriminale. Hetimi nisi në tetor 2024 nga policia e Cheshire, pas një serie grabitjesh në zona si Macclesfield, Prestbury dhe Weston. Më pas, përmes bashkëpunimit me struktura të tjera policore rajonale, u bë e mundur lidhja e rasteve në shkallë kombëtare. Një ndër provat kyçe ishte gjurma e një atlete të markës Primark, e gjetur në disa skena krimi, që ndihmoi në identifikimin e autorëve. Gjithashtu, analizat e ADN-s dhe të dhënat telefonike quan në zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal. Gjatë operacioneve, policia sekuestroi sende luksoze, ora me vlerë të lartë, telefona celular, si dhe qindra fotografi të objekteve të vjedhura dhe komunikime që dëshmonin planifikimin e grabitjeve. Sipas prokurorisë, grupi operonte me objektiva të qarta javore për sasinë e arit që duhej të përvetësonin, ndërsa në disa raste pozonin me sendet e vjedhura. Ata dyshohet të kenë vepruar në disa qarqe të Anglisë, përfshirë Derbyshire, Nottinghamshire, Birmingham dhe Staffordshire. Gjykata theksoi se aktiviteti i tyre ka shkaktuar pasoja të rënda psikologjike te viktimat, duke cënuar ndjeshëm sigurinë në banesat e tyre.